rendit politik. Po mirë, në rastin konkret, më falë që të ndërpreva logjikën, në rastin konkret, pse Berisha nuk lejoi asnjë kandidat duke ditur që ka edhe arrën edhe gurin në dorë? Pyetja është shumë e vend. Sali Berisha i eliminoi të gjithë kundërshtarët brenda partisë. Eliminoi të gjithë kandidatët e saj. Eliminoi çdo kënd i cili do ishte në garë dhe që do kishte të drejtën për komisioner. Eliminimi i gjithë kundërshtarëve bën të mundur Sali Berishën të fshehi antarësinë e vërtet në Partinë Demokratike. Duke votuar një antar një vot, nëse do të merrnin pjesë Salian, Evi Kokalari, Alesia Balliu, Meremja apo Vladimir Mulaj, të pestë këta do kishin komisioner dhe do numëroheshin të paktën në mos gara, por votat e përgjithshme. Sali Berisha do ta fshehi rrudhin e partisë, sepse ajo parti nuk ka më shumë se 10.000 antarë sot. Duke mos i lejuar kandidatët në garë, Sali Berisha ka vetëm ai komisionerët e vet dhe do deklarojnë 100.000 vota. 100.000 antarë. Jemi parti ende do thot ajo që kemi qenë 92. Pra do gënjej edhe numrin e antarëve dhe numrin e votuesve, do gënjej, nuk është problemi të fshehi fitoren apo humbjen. Ai fsheh rrudhjen e partisë. E para, e dyta, Sali Berisha nëpërmjet eliminimit të kundërshtarëve, eliminon çdo lloj fraksioni në të ardhmen, i cili do zyrtarizohej 5%, 10%, 15%, 2%, 20%, sado që të ishte, do zyrtarizohej dhe në zgjedhjet e ardhshme kur Sali Berisha të ishte 90 vjeç. Ai fraksioni do të ishte në rritje dhe Berisha do të ishte në rrudhje. E treta që është më e rëndësishme është që Berisha tashmë, i cili ka më shumë se 20 vjet, nuk fiton zgjedhje as brenda dhe as jashtë partisë, as në Shqipëri, edhe as në diasporë, ka vetëm një mundësi të fitojë zgjedhjet, si në parti dhe në Shqipëri. Të ketë një fletë votimi pa rival. Ai do që edhe në zgjedhjet e 2029-s ka vetëm në mundësi të fitojë zgjedhjen, të jetë vetëm PD-ja në fletë votimi dhe të heqë PS-n nga fleta votimi. Vetëm kjo është mundësia që Berisha të fitojë zgjedhjet. Po ta vësh re, vetë deklaron që me votime nuk largohet Edi Rama. Me zgjedhje me Edi Ramën nuk ka sa të jetë kryeministër. Ai do që PS-ja mos marri pjesë në zgjedhje, Edi Rama mos jetë në garë, në tryezë dhe në marrëveshje, ti thot merr edhe ti një 4 vjet. Ky është varianti e ke vënë re që në zgjedhjet e fundit ishte konsoliduar në mendjen e demokratëve edhe para një 5 vjetësh, thonin 8 ne, 8 ata. Ase do na elshojnë ata pushtetin. Ka që kanë këta. Se din shumë mirë që nuk e marrin, këta s'kan parti. I ke parë që të shkojnë në ndonjë fshat këta do. Këta në jugun e Shqipërisë nuk ekzistojnë më. Në Tiranë e kanë mbyll partinë dhe kur kanë miting në Tiranë sjellin 30 autobusa nga fshatrat. Në tërsinë e vet ka ta nisur një parti lokaliste. Lega Nord janë këta. Lega Nord, po edhe Nordin e kanë humbur se sot bashkinë e Tropojës e kontrollojnë, e kanë fituar socialistët, Kuksin e kanë votuar socialistët, Shkodrën socialistët, edhe Kamzën që i kishin me të ardhur e kanë fituar socialistët. Këtyre ju kanë rënë basionet, kanë thjesht disa trashëgimtar, kanë mbetur disa konjunktura të vjetra të cilat mbeten parti. Dhe për këtë arsye ai është i konsoliduar në mendimin e tij që s'mund vetëm pa garë mund të ekzistojë dhe i duhet një parti e pastër, pa kritik, pa fraksione për t'i paraprirë humbjeve të 2029-s, e cila mund të çonte në një shkrirje apo shpartallim total të kësaj partie. Si shikoni ju për shembull lëvizjen e Stalianit? 5 ditë nga gara e 23 majit ai ka ankimuar në PD për jashtimin. Unë flas shpesh me të për shkak të kuptohet të profesionit dhe pyeta, pse e bën këtë ndërkohë që çfarë do bësh? Dhe tha ndjek rrugët hapat e partisë. Ndërkohë që ja ka dërguar këtë ankimim partisë, por Evi Kokalari ka zgjedhur t'ia çojë gjykatës. Shikoj, Saliani ka një eksperiencë tashmë të gjatë dhe ata të cilët nuk e marrin seriozisht Salianin e kanë shumë gabim se Saliani ka disa avantazhe. Saliani është 44 vjet më i ri se Berisha. Dhe kjo është arsyeja pse ai e ka frikë Salianin. Dikush do të thotë
që e mund Saliani, po e mund sot. Por një politikan i cili po i afrohet të 90-ave, i duhet mendoj edhe për pas 5, 6 apo 10 vjetës, në të cilën Saliani do jetë top dhe në kulmin e moshës të tij. Dhe nuk mund të lejoj forcimin e Salianit, i cili edhe sikur 10% të zyrtarizonte, do të çonte në një desekuilibrim dhe marrje në të ardhmen të partisë.